Po atje kur keni shku, domethënë është një diçka interesante që nuk e ke thonë asnjëherë nëpër media. Pse ju kanë menduar që jeni mjek në fillim kur keni shku? Është vërtet diku mos mund të gaboj, mund do 2 javë, 20 ditë, mund ndodh kjo. Edhe më kanë pyet me profesion çka je, jo vetëm unë po në besoj edhe në asimin e të solën kanë pyet, se vetë atë kemi qenë. Edhe po, edhe ata e kanë pyet. M'kan pyet, çka je me profesionon, i thosh unë jam sekretar në shkollë. Edhe jam kryetari veteranëve të luftës. Pe këtij viti, pi tregoj, pe viti 2000, ne kam qenë kryetar në Skënderaj, tani kam bërë në Prishtinë, kryetari veteranëve në Qendër, edhe kjo është puna. Edhe më thotë, nuk je mjek tash, je mjek unë. Pse kanë menduar që jeni mjek? Po, kanë menduar që je mjek. Tash arsye aty nuk e di, mund të jetë ata mund të jetë ajo për po, mund të jetë, mund të jetë, edhe ashi. E për Basinja Kupat kanë thonë edhe për tonë ai. Po, më kanë pyetur ky njeri kush është Sender, kam thonë është ishi burgosur politik që sot për atë për punën dhe veprën për Jakub Krasniqin. Ka qenë profesor në Skënderaj, profesor në Renasë historisë, i burgosën 11 vite, është qytetari i fundit që u liru nga Serbia pi burgi. Njeri i fundit është. E çka tani ata? Edhe pyetëm mua a nje Jakub Krasniqin, gardian që fillon aty, se pasi Jakub kur në mëngjes. Ne përcisëm televizionin, edhe çetën se kanë ndodhur shpinën pasi Jakub, policia edhe njësia speciale e Oleksit, edhe po më thonë ky është pi tregoj. Burgin e cani vutje të krejt. Tani ka qenë zëdhën si qëllis, qa s'osh mjek e kjo, thashë jo, kjo është rang, kjo s'osh mjek, kjo është, pi të regoj një profesor historisë, doktor shkencë, ata e konë keq informum prej raportit keq informum, po gardianët kanë qenë shumë të mirë. Unë gjithmonë ndoj pjesën e gardianëve për 30 shtatë. E çka me si që kanë pritë kryetarët, ata gardianët? Gardianët kanë qenë. Për shembull, ish presidenti Hashim thotë që po, gardianët kanë qenë shumë të mirë, se duhet mi ndohë këto. Gjykata është diçka tjetër, prokuria është diçka tjetër. Po ata janë veç punëtor, po, ata janë punëtor, ato kanë nëse ka dikush vaj ka shefi, hierarkia. Edhe gardianët kanë qenë shumë të mirë, cilë shumë mirë me neve, çka të flasun në për ta mujtë korrit, nga pse në holandez ata, unë jam shqiptar, unë mujtë gaboj me fol diçka keq, po për mua është dobësi e madhe, nëse unë gënjej diçka po rrej për gardian, as mirë sill me neve, se shpesh e kanë thonë presidentit, si kanë thonë, na me Hashim apo thotë se ata zakonisht bëjmë në përmendin, po kanë ndodhur president, bili tani mund të thëgjë shpesh. Gardianët e kanë thirrë president. Po, kjo është e vërtet. Edhe shpesh edhe Nasimi thotë, edhe Buçati, edhe ata thellësisht e dinë që ata janë pafajshëm. Po them sinqerisht ata ju ka shumë keq, se shqiptarët i kanë ndesht, se për shtypjet mirë kishin në Ramosh Haradini ato. Pse? Kur ka qenë atku generali Ramosh Haradini apo ish kryeministri Burg, në atku kur ne kishin një përshtypje shumë të mirë. Po i them me sinqeriteti më të mirë. Dhe kalon derën çelë. E kalon derën kështu apo të shqiptarët si mi pas ata shqiptarët në zemrën e mëdha. Kishin një përshtypje shumë mirë Ramushin, e kanë ndihmuar shumë Ramushin. Ka qenë shumë njëri mirë, shumë edukator ka qenë, shumë i sjellshëm. Tani në bazë të soj që kishte Ramushin një përshtypje shumë mirë, tani na gjetom ato, po të mësish një përkojë tyne. Ka qenë një gardian bosnjak, i Banja Luka, jo i Tuzës, ka qenë, edhe tini bindën tash mund dikush më thonë si po rran apo këtori, ka qenë burek. Edhe kanë marrë buk me ne gardian. Jo ne po me qindra kanë marrë buk. Unë po flas gjithmonë për 37 muaj sa kom në burg ato, kanë marrë buk edhe kanë marrë bukën pineve, se ne kemi thonë bëni me marrë buk shtir, se kujdesaria ku ishin, s'kishin buk, edhe kanë marrë buk pineve. Për general Ramosh Haradini domosdoshmë sa ushtron zakonisht të shumë të ushtru fitness dal nga unë, atje kishte ushtru sa ka qenë aju. Po, është vërtet generali kishte ushtru shumë, sa na kena bu fitness një orë gjysmë bëshëm fitness, ka herë kanë ndodhur 2 herë në ditë, na kanë thënë ish dita vera, kuptohet dita gat. Po, generali ata e kanë blet tegat ekstra vetëm për Ramosh Haradinin për generalin. Se ato tegat sot asoj dite, asnjë njeri nuk më miqu. Ato janë vetëm një dorë për një dorë, kështu, edhe janë tegat që janë edhe në çosh kanë qenë, edhe na pak me hajgore, me shakatë, thonë aty morëm, tha ju ata këtu na vjen keq, këtu janë Ramosh Haradinit. Këtu ta kena bler ekstra, e kena porosit, ishin porosit ekstra për generalin Ramosh Haradini, se ato tegat sot asoj dite nuk ka njeri që më nishon. Për jashtë Ramosh Haradini. Kryeministri. Ramosh Haradini. Kjo është e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Kanë ndryshuar as rregullat shumë atje, shumë. Çi keni qenë në mesvetë kryetarët e mirë? Po to mirë, janë to. Thonë për shembull që janë të ndarë atje, janë Selimi sfolja, çka janë këtu? Ja, këtu janë gjitha gënjeshtra. Po. Ai që ka thonë kështu, mendon kështu janë gjitha. A keni humbur buk bashkë, keni nejt me po ne ka qenë dhoma ditës, sa kjo sollsim këtu. Cilat janë raportet e ish presidentit Hashim Thaçi me Recep Selimin? Shumë mira, si në luftë. Mund dikush me rajt, mund dikush me çpif. Është shumë gënjeshtër e madhe. Kanë qenë raportet më të mira të mundshme që mund, raportet më të mira të mundshme. Tini të bindën te Zoti. Se nuk kam nevojë me rajt, unë besoj në Zot, tini kanë qenë raportet shumë më të mira. Unë falënderoj Nasim Haradinin pikë kësaj studios që mos ishte Nasim Haradini më na ndihmon.
në gjitha aspektet, sidomos ushqim. Nështë ta unë kisha hek shumë. Do të viti për Po ju them me sinqeritet, e kemi shok mira. Nasimi gjithë na ka pësu ushqim, tani u mësua na ka pak, rejza mos më ka mirë, po kështu ne kemi qenë shok ato, kemi qenë të burgosën, partitë politike sa kanë interesuar, ne na kanë. Për Bajram që ke cekni diçka interesante? Po, është e vërtet për Bajram, sillën e Bajramit e ka prunë një hoxh, nuk e di a ka qenë turka, shqiptar apo bosnjak, çka ka qenë nuk e di. Gjithmonë sillën e Bajramit na kanë prunë prej xhamis, prej qytetit, sukon atë shtëpia me qenë e ka prunë sillën e Bajramit, kjo shumë e vërtet. Po edhe me 24 ditor vajnoti që i thojnë ata kishlidet që janë, gjithmonë na kanë prunë, edhe dita e mretit Hollandës ka qenë e kanë prunë ekstra ushqimin, kjo është e vërtet se e kanë prunë holandez. E gjithmonë kam fjalë te Gardiant. E kanë prunë gjithmonë, kjo ka qenë shumë e vërtet. Po, nëse zgaboj në një deklaratë të komandantit të ushtrisë shlimtore të Kosovës Najt Asoni, thotë që presidenti thotë që pas ka dashur me u taku me Albin Kurtin në Haag, po ky i fundit nuk ka shku me taku. Sa është e vërtet? Ka mundësi se ato vizitat kanë qenë private, ku kanë ardhur me na vizitu shokët, që unë duhet të falenderoj gjithë qytetarët e Kosovës, edhe Mergaten, që na kanë ardhur në vizitë. Çdo tretën ditë kemi pas vizitë, se ne kemi pas 10 vizitë al muajit. Ka 4 vjet kanë ardhur me na vizitu. Ka mundësi që ka thonë, se ka qenë vizita private në dhomën, se kanë qenë dhomat ekstra ku kanë ardhur vizitë familja dhe shok, e ka mundësi që ka thonë, nëse nuk guxojmë të thonë as po as jo, po kjo është e vërtetë se Najt Asoni s'ka nevojë me geny. E unë i besoj Najt Asonit për zdekti, se ju si e gjallë, po në ajiti me kur i dekt edhe me thonë qështu në i besoj. Po mund tjetë kjo vërtet, që Najt Asonit... E kush ka orë me vizitu juve kryetar? Glau Konjunca? Glau ka qenë edhe ka qenë një komision parlamentar i Kosovës, për drejtë të rinjë që s'ka bëj, një komision parlamentar, krye me Duda Bolja edhe me këta që kanë qenë, ka qenë Ministri e Drejtësisë Albulina Haxhijev, edhe 2 tjerë kanë qenë me to ta së punktohet. E kështu që me Albulini na prish thyesë në fillim. Pse? Po erë një pyetje shumë pa lidhje, aja të ditë se që e ka thonë shqiptar që të ka drejtë Vesetit, shkon burg, i kriminal sane, tani janë nisur nuk kam të bëj vizitë diku 20 minuta kam në vizitë dhe kam dalë pe dhome. Pse nuk është taku, nuk ka pranuar mu taku presidenti? Jo, presidenti s'ka pranuar mu taku, është e vërtet edhe Kadria nuk kam pranuar. Tani jam unë pyetje edhe pse dha ato dha kanë qenë politike sane. Politike po kjo ka qenë dobësia jote shumë e madhe. Edhe ato tani edhe unë kam dalë pe dhomës, është e vërtet, dikun 5 minuta 20 kilometra. Edhe po Glau Konjunca kemi ne ka 2 orë, ka 2 orë kemi bërë vizitë me to. Tash edhe parlamenti që s'po bëhet, domethënë ka shprehë revolta shumë, ka pasur prej veteranëve të ushtrisë shlimtore të Kosovës, nuk e di e ke por ose në fundit. Po nuk bë agimin, është një bashkëfistar joni, ka ardhur pe Gjermani në luftë, agimi ka dhënë kontribut shumë të madh edhe me ndihma që ka, po ashtu vetë kontribut që ka në luftë agimi. Edhe kanë arsye të revoltohen qytetarët dhe veteranët,